Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po takohemi sonte me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV. Dua të sjell pranë jush një analizë timen të ngjarjes në fakt më të komentueshme brenda asaj shtëpie. Grindjen e madhe që pati Ina dhe Stenaldo, përfshirë aty dhe banor të tjerë, domethënë që ishin prezent, Mateo, Casey, domethënë ishte një nga debatet sonte më të zjarrta, një debat që nisi që nga momenti kur Kristi hyri në dhomë dhe i thonte Inës që ti je një vajzë e pist, je një vajzë e ullët, domethënë duke i quajtur dhe zhulse, ku më pas Casey u revoltua dhe përfundoi i gjithë debati dhe dinamika tek Stenaldo. Fjalët e thëna kundër drejt Stenaldos, sado kudo janë fjalë ndoshta qesharake që mund t'i marrin njerëzit nëpër TikTok duke e bërë meme këtë momentin, por nuk janë fjalë të menduara bukur. Unë jam shumë i bindur që Ina akoma nuk është ulur edhe ta mendon se çfarë ka thënë. Unë e kuptoj presionin që është aty brenda, domethënë Big Brother është botë më vete, aty është luftë e madhe, të gjithë banorët kanë patur syt nga Ina. Ina nuk e ka patur të lehtë rrugtimin aty brenda sepse roli që kishte përzgjedhur është një rol pak i vështirë. Të marrësh përsipër, të futesh brenda në një format dhe të ndash një çift brenda këtij formati dhe ta marrësh atë të dashurin, të marrësh një puthje, vetëm e vetëm domethënë për të qëndruar sa më gjatë në shtëpi, ta përdorësh këtë mekanizëm të lojës, nuk është e lehtë, por ja që Ina e zgjodhi. Tani Stenaldo, për të quajtur manjak, që shet çdo femër, domethënë ne të gjithë e dimë realitetin e Stenaldos. Dhe më pak banorët që preken në këtë gjë tek Stenaldo. Stenaldo ka treguar që të qenurit i verbër, Zoti i ka dhënë shumë mundësi të tjera. I ka dhënë zgjuarsi, i ka dhënë mençuri, i ka dhënë dinjitet, i ka dhënë moral. Në qoftë se Stenaldo shprehu një pëlqimin e tij shpirtëror, jo të shikuar, një pëlqimin shpirtëror kundër drejt Juelës, kjo nuk tregon që Stenaldo është manjak. Kjo tregon që edhe njerëzit si Stenaldo kanë të drejtën të dashurojnë, edhe njerëzit si Stenaldo kanë të drejtën të jetojnë ndjenjat e tyre dhe emocionet e tyre. Nuk është as i pari as i fundit nga fenomenet të këtilla që ka dashuruar. Unë mendoj që Ina duhet të jetë pak më e vetë kontrolluar, domethënë presioni që bëhet brenda shtëpisë së Big Brotherit e shikoj që Inës nuk i jep komoditet që ajo të krijojë lojën e saj, të krijojë strategjinë e saj. Ajo është të fshehur nën çadrën e Caseyt, po luan nën lojën e Caseyt dhe mundohet që të plas, por nervozizmin e ka të pakontrollueshëm. Unë e di që në Prime do diskutohet kjo gjëja, nga që po flitet shumë nëpër rrjetet sociale, por mendoj që Stenaldos duhet i kërkoj falje se Stenaldo vetëm manjak nuk mund të jetë. Domethënë është një djalë me të gjithë shembujt e mundshëm që duhet të jep tek publiku shqiptar.